këtë Kuran Allahu e zbriti në zemrën e të dërguarit të tij që të jetë udhëzues dhe tregues për njerëzimin, pra ai nuk është libër për filozofët, as për juristët, as për mistikët, as për historianët, as për psikologët, as për një grup të caktuar. Ai është libër për të gjithë njerëzit, duke përfshirë edhe ata që përmendëm. Prandaj, duhet pasur vëmendja te rrezikshmëria e thënies së disave që u thon njerëzve, ju nuk e kuptoni Kuranin dhe nuk e kuptoni qëllimin e Allahut të madhëruar në librin e tij. Të tillë njerëz që thonë kësaj thëniesh vendosin pengesë mes njerëzve dhe librit të Allahut. Thënia e tyre nuk është e vërtetë. Kurani është libër i qartë, udhërrëfyes, udhëzues, tregues dhe kuptimet e tij i kuptojnë shumë njerëz. Sigurisht që në të ka çështje që kanë nevojë për thellim, për personifikim dhe për studim dhe për sjatje. Kjo është e vërtetë, mirë po Kurani është libër i qartë.